E kuptoni ku kemi shku më? Ka njerëz që kanë frikë t'ikin shtëpi se mund t'i vrasin. Kur na thonin prindrit që në dyert e gjykatave, në zyrat e shtetit, dhe nëpër spitale mos ju qof zoti kur, dje e vërtetova se çfarë do thot kjo shprehje. Dje isha gjithë ditën te Spaku, kisha turnin që do të rija aty për të parë kush shyn e kush del. Pa ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte një zotëri, ka ardhe i tjetër i shkreti, dhe është duke bërë një protestë të heshtur aty, bashkë me nënën e vet. Nuk dua t'ju tregoj historinë e tij, sepse është pak e ngatruar, se keni parasysh çështjet e pronave në Shqipëri janë tmerr. Kishte marrë stoli i shkreti, 3 pankarta dhe ulesha aty. Vajti ora 4. Normalisht është orari që gjithë punonjësit largohen. Dhe i them që çfarë do bësh? Tu do rish mos rikot se po ikin gjithë. Unë isha i fundit që po largohesha nga televizionet. Ajo që më bëri më shumë përshtypje që më ka ngel mendje gjithë natën dhe sot prandaj po e bëj këtë video ishte që nuk kam ku shkoj vëlla. Po të kthehem në shtëpi do më vrasin.